Çfarë ndodh në trup dhe në mendje kur përjetohet një episod anksi? Ajo se çfarë ndodh kur përjetohet një episod anksi, trupi është në gjendje alarmi. Një mendim po vjen në mendjen tonë, do ta bëjmë shumë praktike. Nëse një individ shpeshherë ka mendimin sikur do të sëmuret. Dhe normalisht trupi jon është dhe reagimi jon fizik është në alarm. Do filloj që të bëj kontrolle, do filloj të pyes dhe të kërkoj informacion në internet në lidhje me simptomat që po ndjen. Do filloj të kërkoj dhe të pyes njerëzit e afërm që a dukem mirë, a jam mirë, a kam ndonjë problematik. Dhe ky është një reagim dhe një sistem alarmi. Ajo se çfarë duhet bëjmë është ta pranojmë. Ta pranojmë që ky është një mendim që po vjen tek unë. Por nuk ka fakte dhe nuk ka prova. Pra nuk është real. Kështu që ne nuk duhet ta mohojmë dhe të themi jo, ky mendim nuk është i imi ose duhet fillojmë ta represojmë dhe ta ngjeshim, por ta pranojmë dhe ta kundërshtojmë me faktin që ky mendim se unë do të sëmurem nuk ka prova dhe fakte. Nëse unë kam bërë analizat, nëse unë kam bërë kërkimet e duara dhe jam mirë, atëherë do të thotë që nuk është një gjë e cila nuk është e vërtetë, ose nuk ka prova mjaftueshëm për ta mbështetur këtë mendim.